Nëna që vrau djalin për një sekret 20 vjeçar era frynte e lagësht atë pasdite në fshatin e qetë të Gurbardhës. Rete zeza po uleshin mbi malin që ndante shtëpit si një mur i trash kohe. Në dritaren e katit të dytë, një grua me flok të thinjur po rinte e ngrirë, me duar që dridheshin lehtë mbi një filxhan kafeje të ftohur. Quhej Elvira Meta, 54 vjeç, një emër që dikur kishte një dritë të butë, por që tashmë mbante mbi vete peshën e shumë viteve të heshtura. Në tavolinën përballë saj, një letër e verdhuar nga koha ishte hapur për gjysmë. Ishte një letër që ajo nuk kishte guxuar ta lexonte për 20 vjet, dhe megjithatë, çdo ditë e kishte mbajtur pranë, si një plag që nuk guxonte ta mbyllte. Sot, ajo e ndjente se koha kishte ardhur. Në anën tjetër të dhomës, dëgjohej zhurma e këpucëve që përplaseshin në dysheme. Arlindi, djali i saj i vetëm, po përgatitej për të dalë. Ishte 27 vjeç, i gjatë, me sy gri si stuhit e dimrit, dhe një pamje që mbarte diçka të panjohur, një errësirë të trashë që shpesh e mbyste edhe dritën e syve të tij. Mami, po shkoj te lumi. Dua të qetësohem pak, tha ai me zë të ulët, pa e parë në sy. Elvira ngriti kokën. Diçka në tonin e tij e bëri të dridhej. Mos shko shumë vonë, Arlind, i tha, rrecë janë të zakonshme sonte. Ai buzëqeshi hidhur. Asgjë s'është e zakonshme këtu, mami. As qielli, as ne, fjalët e tij qëndruan Elvirës në ajër si tym. E dinte që Arlindi kishte ndryshuar kohët e fundit. Ishte bërë i ftohtë, i distancuar, i përhumbur në mendime që ajo s'mund t'i lexonte më. Ishte si një pasqyrë që e reflektonte, por nuk e lejonte të afrohej. Kur dera u mbyll pas tij, ajo mori letrën. E hapi me duar që i dridheshin. Në krye të faqes, me shkrimin e vjetër dhe të rrjedhshëm të një burri, lexohej: Nëse ndonjëherë dikush e gjen këtë, dijeni se mëkati ynë nuk do të lahet kurrë. Unë po largohem, por gjaku do ta kujtoj të vërtetën. Mos i trego askujt, Elvira. Asnjëherë. Arbenemri i Arbenit i shkaktoi një therrje në gjoks. Ai ishte burri që ajo kishte dashur, babai i Arlindit, dhe njëkohësisht njeriu që kishte zhdukur jetën e saj 20 vite më parë. Por ajo e dinte se letrat nuk ishin të pafajshme. Sepse brenda tyre fshihej e vërteta që ajo kishte fshehur me gjak. Një shtëpi e ndërtuar mbi heshtje, shtëpia e Elvirës, ndodhej në skaj të fshatit. Buz pylli që dikur quhej pylli i mallkuar. Fëmijët nuk afroheshin kurrë atje. Thuhej se netëve të plota hëne, dëgjohej një brit ngruaje që vinte nga thellësia e tij. Vetëm Elvira dinte pse. Ishte nata e 18 shtatorit 2005. Arben Meta, burri i saj, ishte kthyer në shtëpi i dehur. E kishte gjetur Elvirën duke qarë pranë djepit të Arlindit 1 vjeçar. Ai e kishte akuzuar për diçka që ajo nuk kishte bërë. E di që s'është i mbirë, kishte bërtitur, por ajo kishte heshtur, sepse e dinte që po fliste e vërteta. Një sekret që kishte nisur një vit më parë, kur ajo ishte mbetur e vetme, e dëshpëruar, dhe një njeri i panjohur, Petriti, mjeku i ri i fshatit, e kishte ndihmuar atë në një moment errësire. Nga ajo ndihmë kishte lindur Arlindi, një dashuri që kurrë s'u shpreh, një gabim që s'u harrua, dhe një djalë që do të mbante në shtëpi mallkimin e heshtjes. Por Arbeni nuk e duroi dot poshtërimin. Ai u zhduk atë natë në pyll dhe kurrë më nuk u pa. Vetëm Elvira dinte ku ishte trupi i tij. Dhe çdo herë që dëgjonte erën e pyllit, ajo e ndjente frymën e tij që i frynte në qafë, si mallkim i pambarim. Rikthimi i mallkimit kur Arlindi u kthye atë mbrëmje, sytë e tij ishin të turbull. Në duar mbante një kuti të vogël prej druri. Çfarë është ajo? Pyeti Elvira, e gjeta te lumi. Ishte varrosur pranë lisit të madh. Elvira ndjeu se diçka e shtrëngoi kraharorin. Pse nuk e la aty, Arlind? Sepse kishte emrin tënd poshtë, tha ai dhe ja zgjati në fund të kutisë me gërvishtje të thella shkruhej. E duart e Elvirës filluan të dridheshin. E hapi kutin me kujdes. Brenda ishte një unaz e vjetër, e njohur, dhe një cop letre që kishte marrë ngjyrën e dheut. Ajo s'u ndal dot se lexuari. Elvira, nëse e lexon këtë, atëherë dikush ka thyer heshtjen. Ai nuk është djali im. Ai është mëkati yt dhe shpëtimi im. Mos lejo kur të mësoj të vërtetën. Nëse e mëson as ti, as ai nuk do të jetoni më. Mami, zëri i Arlindit u drodh. Çfarë do të thot kjo? Kush e ka shkruar? Ajo u ngrit e zbehtë, sikur jeta po ikte nga fytyra. Mos pyet, Arlind. Disa gjëra janë bërë për të mos u ditur. Për të fshehur apo për të vrarë. I tha ai me zë të ngritur. Këtë letër e ka shkruar babai. Ai që kur nuk u kthye heshtje. Vetëm ora që trokiste në mur dëgjohej. Elvira ul ngadalë. Po, tha më në fund. E shkroja i para se të vdiste. Të vdiste apo ta vrisje ti, pyetja rasi thi.
Ajo e pa djalin drejt në sy dhe për herë të parë pa në të hijen e Petritit, mjeku që dikur e kishte dashur, burrin që kishte humbur dhe fajin që se kishte rrëfyer kurrë. Arlind, pëshpëriti ajo, mos më detyro ta them. Por ai nuk ndaloi, dua të di kush jam. Më ke gënjur gjithë jetën. Të gjithë fshatarët më shohin sikur diçka din për mua. Edhe pse s'kan thënë kur asgjë, unë e ndiej. E vërteta të shkatëron bir. Më shumë se gënjeshtra, Elvira uli kokën. Në dorë kishte ende unazën. Ishte e Petritit. E atij që kishte zhdukur veten nga jeta e saj sapo Arbeni u varros rastësisht në pyll. Por ajo e dinte se askush nuk kishte vdekur rastësisht atë natë. E kaluara zgjohet nesërmen në mëngjes. Arlindi nuk ishte më në shtëpi. Në tavolinë kishte lënë një letër. Do të gjej të vërtetën, mami. Qoftë edhe nëse më vret. Në atë çast, Elvira e kuptoi se ora e hakmarrjes kishte filluar. Ajo u nis drejt pyllit, vendit ku kishte fshehur trupin e Arbenit 20 vjet më parë. Rruga ishte mbuluar me mjegull dhe çdo hap i saj dukej si një hap drejt ferit që kishte ndërtuar vetë. Kur arriti te pema e vjetër, e njëjta ku dikur kishte varrosur sekretin, ajo pa diçka që e bëri të klithte. Toka ishte hapur. Dikush e kishte gërmuar varrin, në anën tjetër të lisit, dëgjoi një zë. Nuk e besoja, tha Arlindi, duke dal nga hija me një lopat në dorë. Nuk besoja derisa pa shtrat. Elvira u mbështet pas pemës, syti u mbushën me lot. Arlind, të lutem, mos e thuaj. Nuk do ta kuptosh, ta kuptoj. Ti ke jetuar me trupin e babait tim të groposur në kopsht, mami, ajo bërtiti. Ai nuk ishte babai yt, heshtje. Një erë ftohtë fryu mes gjetheve. Arlindi ngriti syt, i tronditur, çfarë the? Elvira uli kokën. Lotët i rridhnin faqeve, ti si e djali i tij. Ti e biri i mëkatit tim dhe dashurisë si me të ndaluar. Ai u tërhoq një hap prapa. Po pse? Pse e vrave, mami, sepse na gjeti. Dhe do të na vriste, kështu pra e vrave për dashuri, jo. E vrava për ty, por në sytë e Arlindit nuk kishte më asnjë ndjenjë. Vetëm një boshllëk të ftohtë. E vrave për të më shpëtuar dhe më dënuat për jetë, tha me zë të ulët. Ajo ju afrua, por ai u tërhoq, mos më afro. S'dua të kem asnjë gjë nga ti, ai hodhi lopatën dhe iku drejt fshatit. Elvira mbeti vetëm, pranë varrit të hapur, me një britm që s'arriti kur të dilte nga goja. Pesha e fundit dite që pasuan ishin të zymta. Arlindi nuk u kthye në shtëpi. As fshati nuk e pa. Policia u njoftua, por Elvira s'tha asgjë. Vetëm rinte ulur në dritare me unazën në dorë dhe me letrën e vjetër pranë. Në një mbrëmje të vonë, ajo dëgjoi trokitje në derë. E hapi me dridhje. Në prag qëndronte inspektori Ilir Hoxha, një burr i qetë, me sy që shinin më shumë se ç'duhej. Zonja Meta, i tha ai, kemi gjetur trupin e djalit tuaj te lumi, bota e Elvirës u shem. U përkul e pa fytyrën e Arlindit në mendje, dhe kuptoi se mallkimi kishte përfunduar. Ai nuk kishte vdekur nga aksident. Kishte qenë zgjedhja e tij, për ta çliruar veten nga mëkati që se kishte kërkuar kurrë. Në xhepin e tij, policia kishte gjetur një letër të shkurtër. E vërteta vret. Ashtu siç më linde, më mbyte. Tani e lirë, nën. Elvira ra në gjunjë, dhe me një zë që mezi dëgjohej pëshpëriti. Jo, bir, tani jam më burgosura në botë. Në atë natë të errët, ajo mori përsëri rrugën drejt pyllit. Hëna ndriçonte mbi lisin e vjetër. Në dorë mbante një shishe me helm, të njëjtin ilaç që dikur i kishte dhënë Petriti, ai mjeku që e kishte dashuruar fshehurazi. Ajo e ngriti drejt hënës dhe tha: sekretet nuk varrosen, ato vetëm presin që t'i gërmoj dikush, e piu. Dhe për herë të fundit, fytyra e saj u pasqyrua në ujin e lumit, pranë ku u gjet djali. Në mëngjes, fshatarët gjetën trupin e saj në lisin e mallkuar. Në gisht kishte ende unazën e Petritit. Dhe mbi varrin e Arbenit, një fjali ishte gdhendur me thik. Nëna që vrau djalin, për të ruajtur një sekret që s'duhej ditur kurrë. Në mëngjesin e 7 marsit, një heshtje e rënd kishte mbuluar Gurbardhën. Fshati e dinte tashmë. Elvira Meta ishte gjetur e vdekur. Ashtu si biri, pranë lumit që ndante pyllin nga rruga kryesore. Në shtëpinë e saj në tavolinë, policia gjeti një zarf të bardhë, të shkruar me dorë të dridhur. Në të lexoheshin vetëm 2 fjalë. Për Ilirin. Inspektori Ilir Hoxha, i njëjti që kishte sjell lajmin e vdekjes së djalit, e mori me kujdes. Ishte një burr që se njihte frikën, por në këtë rast diçka në ajër i ngrinte kockat. Në zyrën e tij, ai e hapi zarfin me duar të lagura nga djersa. Brenda kishte një letër të gjatë, e mbushur me rreshta që dukeshin si rrëfim, por edhe si kërkim falje. Ilir, ti nuk më njeh, por unë të kam parë.
Kam parë mënyrën si më shikoje kur erdhe për herë të parë në shtëpinë time. Nuk ishe më shumë se 30 vjeç atëherë, një hetues i ri me sy që kërkonin drejtësi. Tani dua të të them gjithçka, sepse vetëm ti mund ta kuptosh. Unë nuk jam thjesht nëna që vrau burrin. Jam nëna që mbajti gjallë një gënjeshtër për 20 vjet, për të mos lejuar që gjaku të derdhej përsëri. Ai që mendon se u vra atë natë, Arbeni, nuk ishte i vetmi që humbi jetën. Petriti mjeku, ai që mendoja se më shpëtoi, më shkatërroi më shumë se Arbeni. Dhe ndoshta në fund gjithçka që bëra, ishte për të fshehur krimin e tij. Iliri ngriti kokën. Krimin e Petritit pëshpëriti me vete. Ai e dinte emrin, por askush nuk fliste për të në fshat. Ishte zhdukur pas tragjedisë së vitit 2005. Thuhej se kishte emigruar në Itali, por letra e Elvirës tregonte një histori tjetër. Ai mori frymthell dhe vazhdoi të lexonte. Nata kur Arbeni u kthye në shtëpi ishte ashtu siç e tregova gjithmonë. Po ishim përballë njëri tjetrit dhe po, ai më akuzoi. Por s'është e vërtetë që e vrava unë, Petriti ishte aty. Ai e ndoqi Arbenin nga pas, sepse kishte frikë se do të na zbulonte. Dhe kur Arbeni më kapi nga flokët, ishte Petriti që e qelloi, e goditi në kokë me shufrën e sobës. Një goditje, ai ra. Dhe unë bërtita, Petriti më tha të heshtja. Tha që askush nuk do ta gjente kur trupin nëse vepronim shpejt. Dhe unë pranova. Pranova sepse e doja dhe sepse kisha frikë. Por Petriti ndryshoi. Pas atij momenti, u bëi ftohtë i frikshëm. Më detyroi të betohesha se do t'i thosha botës që unë isha fajtore. Nëse dikush e mëson do ta pësoj djali, më tha. A e kupton tani pse heshta, Ilir? Letra dridhej në duart e inspektorit. Ai ndjeu një val tronditjeje që i përshkoi trupin. Petriti kishte qenë gjallë gjithë këto vite. Apo kishte humbur bashkë me trupin e Arbenit? Një pyetje tjetër lindi në mendjen e tij. Pse Elvira po i shkruante këtë tani, në prag të vdekjes? Në fund të letrës ishte një adresë. Shko te shtëpia e vjetër e Petritit. Në Bodrum, poshtë dyshemes, do gjesh të vërtetën. Rruga drejt së shkuars një ditë më vonë. Iliri mori një dritë elektrike dhe u nis për në shtëpinë e mjekut. Ishte një ndërtesë e vogël e braktisur në hyrje të fshatit, me dritare të thyera dhe mure të mbuluara me myk. Në ajër ndihej ende era e ilaçeve, sikur kujtimet kishin mbetur varur në ajër. Kur zbriti në Bodrum, dyshemeja prej dërase kërciti në këmbët e tij. Një pjesë dukej e sapo lëvizur. Ai ngriti dërasën me kujdes, brenda gjeti një kuti metalike të ndryshkur. Brenda saj 3 objekte. Një kasetë vjetër magnetofoni, një foto e zverdhur e Petritit dhe Elvirës, dhe një dosje me emrin Eksperimenti L47. Iliri ngriti vetullat të eksperimenti. Çfarë lidhje kishte një mjek fshati me eksperimente? Ai mori kasetën dhe dëgjoi më vonë në zyrë. Zëri i burrit në regjistrim ishte i qetë, por i ftohtë, gati i çmendur. Data 17 shtator 2005. Subjekti e pranon trajtimin pas traumës së lindjes. Po testoi një përzierje të re të medikamentit L47, e bazuar në komponent që ndikojnë kujtesën. Nëse funksionon, ajo s'do të kujtojë asgjë nga nata e aksidentit. Pauzë, nëse nuk funksionon, do të më duhet ta hesh ndryshe. Iliri ngriti kokën. Zemra e rihte fort, Petriti kishte qenë pjesë e një eksperimenti psikologjik mbi kujtesën, ndoshta ilegal, dhe Elvira kishte qenë pacientja e tij. Në fund të kasetës, një fjalë e fundit u dëgjua, e përshpëritur si një mallkim. Nëse ajo e kujton, gjithçka mbaron. Ai djalë nuk duhet të mësoj kurrë. Hije që kthehem pas disa ditësh, një burr i panjohur u pa në stacionin e autobusit të fshatit. Rreth të 50-tave, me flokë të bardhë dhe sy të errët. Banorët thanë se ai pyeti për shtëpinë e Elvirës. Kur Iliri mori lajmin, u nis menjëherë. Por kur mbërriti, shtëpia ishte bosh dhe dritarja e dhomës ku kishte vdekur Elvira ishte hapur. Në dy sheme një shenjë freskët cigareje. Dikush kishte qenë aty, ai nisi hetimin e gjerë. Zbuloi se Petriti nuk ishte zhdukur, kishte ndëruar emër. Ishte parë disa vite më parë në Korçë, duke punuar në identitetin ndër Petrit Leka, psikoterapist privat. Ai kishte lënë pas një sër pacientesh që flisnin për trajtime të pazakonta për fshirjen e kujtimeve. Në dosjen e tij, Iliri gjeti një fakt që i ngriti gjakun në kokë. Një nga pacientët e fundit e regjistruar quhej Arlin Meta, kujtesa e fshirkjoi tronditi inspektori. Ai filloi të rindërtonte gjithçka. Në vitin 2024, një vit para se të vdiste, Arlindi kishte shfaqur simptoma të ankthit, depresionit dhe halucinacioneve. Kishte kërkuar ndihmë te një mjek që merrej me kujtesën dhe traumën familjare, ishte Petriti. Dhe ndoshta, për herë të dytë në jetën e tij,
Petriti kishte luajtur me kujtimet e familjes Meta. Në ditarin personal të Elvirës, të gjetur më vonë në dhomën e saj, shkruhej: Arlindi po ndryshon. Flet për ëndra që s'janë të tija. Dëgjon një zë mashkulli që i thot mos i beso asaj. Kam frikë se Petriti është kthyer. Kam frikë se do ta marr edhe atë nga unë, siç më mori gjithçka tjetër. Iliri ndaloi së lexuari. Në atë moment, çdo pjesë e historisë mori kuptim. Petriti s'ishte thjesht dashnori i Elvirës, ishte njeriu që e kishte shndërruar në një eksperimente të gjallë, duke i fshirë kujtimet dhe duke programuar të kujtonte një histori të reme për të mbuluar vrasjen që kishte bërë ai vetë. Dhe më pas, ishte kthyer për ta bërë të njëjtën gjë me të birin. Fundi që s'mbyllet një natë, ndërsa po kthehej nga puna, Iliri dëgjoi një zhurmë në makinë. Në sediljen e pasme, një zarf i zi. Nuk kishte adresë, vetëm një fjalë. Hesht. Brenda, një fotografi e vjetër e Petritit dhe Ilirit. Në një seminar të fakultetit mjekësor në vitin 1998. Në pjesën e pasme, dikush kishte shkruar: Ne të dy e nisëm këtë. Mos harro. Iliri mbeti pa frym. Ai kishte qenë student me Petritin dikur, përpara se të bëhej inspektor. Por se kujtonte. Apo ndoshta se donte të kujtonte. Duke kërkuar në arkivat e vjetra, ai zbuloi një dokument të fshirë. Një projekt eksperimental mbi ndikimin e kimikateve mbi kujtesën njerëzore, me kodin L47. Nënshkruar nga 2 persona. Dër Petrit Leka asistent Ilir Hoxhaxhaku ju ftoh. Ai kishte qenë pjesë e eksperimentit që kishte shkatëruar Elvirën. Dhe kujtesa e tij, ashtu si e saj, ishte manipuluar. Përplasja pas ditësh pa gjumë, Iliri mori një vendim. U nis drejt Korçës, drejt apartamentit ku thuhej se jetonte Petriti. Ishte një ndërtesë gri, e heshtur. Dera ishte hapur. Brenda, klori dhe pluhur. Në tavolinë një kaset tjetër me shënimin. Për të vetmin që do ta kuptoj. E vuri në magnetofon. Zëri i Petritit u dëgjua qartë. Nëse po dëgjon këtë, atëherë më në fund kujtove. Nuk jam as kriminal, as shpëtimtar. Jam mjeku që provoi të fshi dhimbjen, por krijoj përbindesha. Elvira ishte testi im i parë. Arlindi, testi i dytë. Ti, Ilir, testi i fundit, mos më kërko. Sepse unë jam aty brenda teje. Në atë moment, Iliri ndjeu një marramendje të fortë. Zemra i rrite, duart i dridheshin, në xhep gjeti një shishe të vogël qelçi me etiktën L47. Ai nuk e mbante mend si kishte hyrë aty, u ul në karrige. Dhe sytë i errësuan. Epilogu i erët një javë më vonë, policia gjeti trupin e Ilirit në zyrën e tij. Nuk kishte shenja dhune. Vetëm një shishe bosh në 2 sheme. Dhe një letër e shkruar me dorë. Të vërteta që duan të fshihen, janë ato që jetojnë më gjatë. Unë kujtova gjithçka. Dhe tani s'dua të kujtoj më. Në fund të faqes, një firmë e panjohur. Pëllë në dosjet e mbyllura të policisë, rasti u regjistrua si vetë vrasje me shkaqe të paqarta. Por në fshatin Gurbardh, netëve me hënë të plot, thuhet se dëgjohet zëri një gruaje që përshpërit pranë lumit. Mos kujto, bir, mos kujto, dhe diku thellë në pyll, në lisin e vjetër, dikush kishte gdhendur një fjali të re. Sekretet nuk vdesin. Ato thjesht ndëruan kujtesë. Tani që hetimi kishte hyrë në fazë më delikate, gjithë qyteti ishte në alarm. Mediat kishin përhapur lajmin për krimin e tmerrshëm. Një nën që kishte vrarë djalin e saj të vetëm. Por askush nuk e dinte pse. Motivet mbeten të paqarta, përsërisnin gazetarët, ndërsa shtëpia e Lilianës në fshatin e vogël pranë Elbasanit ishte rrethuar nga kureshtar. Kamera e policë. Në stacionin e policisë, inspektori Arian Dervishi po përpiqej të rindërtonte natën e ngjarjes. Kishte diçka që nuk e linte të qetë. Çdo dëshmi që merrte, çdo detaj që shikonte në shtëpi, dukej sikur ishte vendosur aty me qëllim. Si një lojë shahu, ku dikush kishte menduar çdo lëvizje paraprakisht, zonja Liliana, i tha ai, ndërsa ajo rinte ulur me duart e lidhura dhe me sytë e humbur në 2 sheme. Ne e dim që djali juaj, Andi, ju kishte kërkuar diçka të mbrëmje. Kishte ndonjë debat. Ajo ngriti syt. Ishin të turbullt, si të një personi që kishte parë shumë gjëra e nuk kishte më fuqi të fshihej. Ai më kërkoi të tregoj për një letër, përshpëriti ajo. Arianit ju ngrit gjaku në kokë. Çfarë letre? Ajo uli kokën, u përpoq të thithte ajrin si për të mbledhur forcë. Një letër që unë kisha ruajtur për 20 vjet, nga dikush që nuk doja kur ta njihte. Fjalët e saj ngrin ajrin në dhomë. Arian mendoi menjëherë për radhën që kishte dalë nga autopsia, diçka nuk përputhej. Të nesërmen në laboratorin kriminalistik, erdhi raporti zyrtar. Ai që do të hapte plagën e madhe të gjithë kësaj historie.
Subjekti mashkull, Andi Duka, nuk është biologjikisht djali i zonjës Liliana Duka. Ariani e lexoi 3 herë, sikur truri i tij nuk donte ta pranonte. Në dosje shkruhej qartë. Krahasimi i adës së viktimës me atë të Lilianës tregonte mospërputhje totale në lidhjen në mbir. Ai u ngrit menjëherë, mori gjaketën dhe doli me hapa të shpejt drejt qelisë ku ndodhe Liliana. Kur ajo e pa, e kuptoi menjëherë që ai kishte zbuluar gjithçka. Pra, Andi nuk ishte djali juaj, tha Ariani ngadalë. Një heshtje e gjatra në ajër. Lotët i rëshitën ngadalë nga syt. Jo, por ai ishte gjithçka që unë kisha, tha ajo me zë të dridhur. Ariani ndezi një cigare dhe e la të digjej në buzë. Kush ishte ai, Liliana? Djali i kujt? I burrit tim dhe i motrës sime. Fjalët e saj ranë si goditje çekiçi. Ariani e la cigaren të binte në tokë, i ngrirë. Çfarë po thua? Liliana mbylli syt, sikur po kthehej në kohë në vitin 2005. Ajo tregoi për një natë stuhje, për burrin e saj që ishte kthyer i dehur nga dasma e një shoku, dhe për motrën e saj më të vogël, Elona, që kishte qëndruar atë natë te shtëpia e tyre. Një javë më pas, Elona ishte larguar për në Itali, pa lënë asnjë adresë. Vetëm pas 9 muajsh kishte ardhur një letër. Një fëmijë ishte lindu. Një djalë. Dhe Elona e sëmur rënd, ja kishte dërguar Lilianës që ta rriste si të vetin, duke lutur që askush të mos e mësonte të vërtetën. Liliana e rriti Andin si djalin e saj, pa treguar kur asgjë, madje as burrit që kishte vdekur në një aksident 5 vjet më vonë. Por Andi, ndërsa rritej, kishte filluar të ndjente se diçka nuk shkonte. Letra e fundit e Elonës, e ruajtur për 20 vjet në një kuti në ndysheme, ishte qelësi të gjitha këtyre. Ai e gjeti letrën, apo jo? Pyeti Ariani, po unë nuk doja që ta lexonte. Ai mendonte se unë ja kisha fshehur diçka të tmerrshme. Më akuzoi se e kisha mashtruar gjithë jetën. Liliana nisi të dridhej, ai më tha, ti nuk je nëna ime. Ti më ke vjedhur jetën. Dhe unë nuk e durova dot. Ai po më godiste me fjalë, me zemërim. Mora thikën dhe ajo nuk mundi ta përfundonte. Në atë çast Ariani nuk pa më një vrasëse, por një grua e shkatëruar që kishte mbajtur një sekret të paimagjinueshëm për 2 dekada, vetëm për të mbrojtur një jetë. Në të njëjtën ditë, një lajm tjetër doli nga Italia. Një trup femre ishte zbuluar në një var anonim në Bari, me emrin Elona Gjoni. Sipas dokumenteve, ajo kishte vdekur vetëm 2 javë pas lindjes së djalit. Kjo e mbylli rrethin e tragjedisë. Një motër që sakrifikoi jetën për djalin e saj. Një tjetër që e rriti me dashuri, por e vrau në një moment dëshpërimi. Por Arianit ende i mungonte diçka. Në dhomën e gjumit të Lilianës, gjatë një kërkimi të dytë, ai gjeti një zarf të errët me mbishkrimin. Nëse kjo letër hapet, e vërteta do të më varros për herë të dytë. Në brendësi ishte një fotografi e vjetër. Elona me bark të rumbullakët dhe pas saj, një burr që nuk ishte bashkëshorti i Lilianës. Emri mbi foto ishte Kapiten Arben Dervishi. Ariani ngriti sy. Zemra i ra sigur në kraharor. Ishte emri i të atit të tij. Një rrjedhë retronditse sapo kishte filluar. Ariani qëndroi ngrirë përballë fotografisë, sikur koha u ndal. Emri i babait të tij në atë letër ishte si një bombë që sapo kishte shpërthyer brenda tij. Kapiten Arben Dervishi. Ai kishte qenë oficer ushtrie i respektuar në qytet, por i ftohtë i ashpër në familje. Kishte vdekur para 10 vitesh, duke marrë me vete shumë heshtje. Tani gjithçka merrte tjetër kuptim. Nëse ajo foto ishte e vërtet, atëherë Arbeni kishte qenë i përfshirë në marrëdhënie me Elonën. Dhe nëse Elona kishte lindur një djalë, atëherë Andi mund të ishte gjysmëvëllai i Arianit, një djerse ftohtë i rëshiti në qafë. Ai e kuptoi se kishte hetuar një krim që kishte lidhje të drejtpërdrejt me gjakun e vet. Në mbrëmje, Arian qëndronte vetëm në zyrë, me foton në dorë dhe zërin e Lilianës që i kumbonte në mendje. Ai më kërkoi të vërtetën dhe unë nuk munda ta mbaj më. Ariani ndezi dritën e zbehtë të tavolinës dhe hapi dosjen e babait të tij. Në një raport të vjetër të vitit 2004, kishte një emër që përmendej. Elona Gjoni, infermiere në repartin e ushtrisë. Asnjë fjalë tjetër, vetëm një shëni me dorë. Transferim urgjent, arsyet personale. Zemra i rahu fort. Ishte e qartë, i ati kishte pasur një lidhje me të. Elona kishte mbetur shtatzën, ishte larguar për të fshehur turpin dhe më pas kishte lindur djalin që Liliana e rriti si të vetin, pra, djali që Liliana vrau ishte nipi i saj. Dhe Ariani, pa e ditur, kishte qenë kushëri me viktimën që po hetonte. Një javë më vonë, Liliana kërkoi të fliste me të për herë të fundit. Në qelinë e errët, ajo duke më qetë, sikur e dinte që gjithçka kishte marrë fund. E di kush ishe ti, Ariani, i tha ajo me zë të ulë.
E dija që do e zbulonit një ditë. Arjani e pa me sytë e mbushur. Pse nuk më the që Andi ishte gjaki babait tim? Ajo buzëqeshi lehtë, sepse e dija që kjo do të shkatëronte. Babai yt më kërkoi një herë ndihmë, kur Elona mbeti shtatzën. Ai më tha, ruaj e djalin, mos lejo askën ta marrë vesh. Dhe unë e bëra, por ai nuk u kthye më kurrë. Arjani ndjeu dhimbje e neveri njëkohësisht. Gjithë jetën kishte menduar që babai i tij ishte njeri i nderit, ndërsa në të vërtetë kishte mbjellë një zinxhir tragjedish që përfundoi me vrasjen e një fëmie të pafajshëm. Në seancën e fundit gjyqësore, Liliana nuk tha asnjë fjalë në mbrojtje. Kur gjyqtari pyeti nëse kishte diçka për të thënë para vendimit, ajo vetëm përshpëriti. E vrava djalin tim që të mos e vriste e vërteta. Salla u mbush me heshtje. Ajo u dënua me 25 vjet burg, por nuk i kreu as dy. Një natë, rojat e gjetën të shtrirë në shtrat, me një letër në dorë. Në letër ishte shkruar, tani po shkoj t'i kërkoj falje djalit tim. E mbajta sekretin që nuk duhej mbajtur dhe humba gjithçka. Mos lejoni që e vërteta t'ju gjej shumë vonë, sepse kur ajo troket nuk la askën gjallë. Pas varrimit të saj, Arjani shkoi tek varrezat ku preheshin Elona, Andi dhe Liliana. 3 fate që ishin lidhur me një gënjeshtër. Ai vendosi 3 trëndafila të bardhë dhe një të kuq. Pastaj hapi dosjen e babait dhe dogji çdo dokument që lidhej me të. Kur flaka u shua, ai u ndal e tha me zë të ulët, sekreti yt mori 3 jetë. Sot po të varros përfundimisht. Era fryu lehtë, sikur një zë i largët i grave që qanin u përhap mbi fshat. Në qiell u dëgjua vettima dhe në heshtin që pasoi, Arjan ndjeu sikur dikush i kishte prekur shpatullën, ndoshta fryma e atyre që më në fund gjetën paqe. Ai u largua, pa kthyer kokën pas. Në fund të asaj historie, nuk ishte mas të mirë, as të keq, vetëm njerëz të shkatëruar nga një vërtet që ishte fshehur për shumë gjatë. Dhe në shtëpinë e braktisur të Lilianës, letra e fundit e saj mbeti mbi tavolinë me një rresht që s'do harrohej kurrë. Sekretet janë si gjaku, edhe kur i lan, mbeten në lëkurë. Në zemër të një lugine të thellë, mes maleve të përgjumura të veriut, ndodhej fshati Grykbardh, një vend i humbur që rrallë përmendej nëpër harta. Asnjë rrugë moderne nuk çonte atje. Për të arritur duhej kaluar një urë druri mbi lumin që spushonte kurrë së rrjedhuri. Dhe pastaj një shtik të ngushtë që ngjitej nëpër pyllin e ahut. Askush se njihte saktësisht numrin e banorëve, sepse çdo vit dikush vdiste në mënyrë të çuditshme dhe ndonjë tjetër largohej pa gjurmë. Thoshin se Grykbardha ishte fshati i mallkuar. Të moshuarit nuk guxonin as ta përmendnin këtë fjalë me zë të lartë, nga frika se do zgjonin diçka që duhej të qëndronte në gjumë. Në mbrëmje, kur era frynte nga lindja dhe zërat e pyllit sillnin përshpërima që s'mund të dalloheshin nëse ishin njerëz apo kafsh, gratë mbyllnin dritare, fiknin qiring dhe luteshin. Në heshtje, të vetmit që guxonin të flisnin hapur për mallkimin ishin të rinjt, sidomos Ardiani, një djalë 27 vjeçar që sapo ishte kthyer nga Tirana, ku kishte studiuar arkeologji. Kishte vendosur të qëndronte për disa muaj në fshat për të ndihmuar gjyshen e moshuar, Ninën, e cila jetonte vetëm në një shtëpi të vjetër guri në buzë të pyllit. Por ajo që e shtyu të kthehej, nuk ishte vetëm kujdesi për gjyshen, ishte kurioziteti. Që fëmijë kishte dëgjuar histori për mallkimin e Grykbardhës. Për një vajzë që u varros gjallë, për një prif që u zhduk mes natës, për një pus që se prekte askush sepse brenda tij flete djalli. Dhe tani që ishte burr, donte të zbulonte të vërtetën. Misteri fillon mbrëmjen e parë të kthimit, ndërsa po ndihmonte Ninën të ndiste oxhakun, jashtë nisi të binte shi. Piklat binin rënd mbi çatim prej tjegullash të vjetra dhe çdo bubullim e bënte fshatin të dukej sikur po dridhej mbi themele. Mos dilsonte, Ardian, i tha Nina me zë të ulët, ndërsa mbulonte ikonën e vjetër me një pëlhur të zezë. Pse, pyeti ai, është nata e 3 e muajit nëntor, nata kur ndodh gjithmonë diçka. Kështu ka qenë çdo vit. Ajo sta më shumë, por sytë e saj të errët, plot me rrudha, flisnin për një frikë që nuk kishte nevojë për fjalë. Ardiani qeshi lehtë, duke e marrë si supersticion. Në Tiranë, njerëzit thonë se mallkimet janë vetëm mënyrë për të shpjeguar frikën, gjyshe. E po, në Tiranë nuk fryn era e kësaj lugine, ja ktheu ajo, duke i vënë dorën mbi supë. Dhe nuk dëgjon kush flet pylli natën. Në atë çast dritat u shuan. Zjarri në oxhak u drodh dhe në ajër u përhap një aromë e çuditshme, si squfur. Qeni jashtë nisi të lehte, e pastaj ndaloi papritur, sikur dikush i kishte mbuluar gojën. Zëri nga lumit nesërmen, fshati u zgjua në një mjegull të dendur. Askush nuk fliste në rrugë, përveç disa grave që shkonin drejt kishës me shamia të zeza në kokë.
Ardiani mori makinën e tij fotografike dhe doli të eksploronte lumin që kalonte në fund të fshatit. Atje gjeti një burr të vjetër që po shikonte ujin me sy të ngulitur. Ishte Llambi, një nga plesht më të moqëm të Grykbardhës. "Çfarë shikon, xhaxh?" e pyeti Ardiani. Llambi se hoqi shikimin nga lumi. Shikoj të njëjtin vend ku e pam për herë të fundit Elenën. "Elena? Po, vajza e priftit. E re, e bukur si drita. U zhduk para 30 vitesh në një natë me shi, si ajo e djeshmja, që prej asaj nate, lumi s'ka qenë më i njëjtë." Ai tregoi me gish një gur të madh në mes të ujit, që dukej si një kokë njeriu. Kur bie nata, dëgjon dik që qan. Disa thonë se është shpirti i saj që se gjeti varrin. Disa të tjerë thonë se ajo u bë mallkimi vet. Ardiani ndjeu një therrje të ftohtë në shpinë, por nuk foli. Nxori aparatin dhe bëri disa foto të lumit, ndërsa në ekran, për një sekond të vetme, u shfaq një hije bardhë si siluet femre me flokë të gjatë që qëndronte mbi gurin në mes të ujit. Kur shikoi sërish, s'kishte asgjë, kisha dhe dëshmitari i vjetër. Pas dite, Ardiani shkoi drejt kishës së vjetër që ndodhej në Kodër. Ishte një ndërtesë e vogël, me mure guri të plasaritur dhe dritare të ngushta. Brenda ishte errësirë, vetëm disa qirinj digjeshin para altarit. Në fund të sallës qëndronte Axhoni, prifti i moshuar i fshatit, me flokë të bardhë duar që i dridheshin. "Kam dëgjuar shumë për mallkimin," i tha Ardiani. "Dua të di të vërtetën." Prifti ngriti kokën ngadalë. "Nuk ka mallkim, bir. Ka vetëm mëkat. Dhe mëkati kërkon hakmarrje, jo mallkim. Çfarë do të thuash me këtë?" Atë natë kur u zhduk Elena, nuk ishte vetëm një vajzë që humbi. Ishte vajza ime. Dhe unë e mallkova fshatin me duart e mia. Ardiani u shtang. "Ti?" "Po, sepse ata e vran. Banorët e këtij fshati. E akuzuan për diçka që se kishte bërë. E varën në lisin pran lumit dhe hodhën në ujë. Ishte koha e uris, njerëzit kërkonin fajtor për thatësirën. Dhe ajo ishte e vetmja që guxoi të thoshte se Zoti s'kishte faj. Që nga ajo natë, çdo nëntor, lumi kërkon gjak të ri. Ai ngriti dorën dhe i tregoi një libër të vjetër me faqe të verdha. "Ky është librat e rrëfimeve të kishës. Lexoje nëse ke guximin." Sekreti në librin e priftit mbrëmje. Ardiani ndezi një qiri në dhomën e gjyshes dhe nisi të lexonte librin. Ishte shkruar me dorë, me bojë të zbehur. Në njërën faqe ishte një hyrje e datës 3 nëntor 1974. "Sot, fshati u mblodh në shesh. Than se vajza e priftit ka prekur mallin e shenjtë, se ka sjell thatësirë me fjalët e saj. Nuk munda ta shpëtoj. E mora në krah, por më qelluan. Kur e varën, qielli u errësua. Dëgjova një zë që s'ishte i saj e as i imi. Ky vend do të mos njoh paqe derisa e vërteta të dalë në dritë." Ardiani ndjeu se duart i dridheshin. Jashtë nisi sërish era. Nga dritarja, pa lumin që shkëlqente nën hënën e zbehtë. Dhe për një moment u betua se pa një figurë që qëndronte mbi gurin e madh, me flokë që valeviteshin si në ujë. Ai mbylli librin me shpejtësi dhe doli jashtë. Por kur mbërriti te ura, gjeti një trup të shtrirë. Ishte Llambi i ftohtë me syt hapur. Në dorë mbante një cop letre të lagur ku ishte shkruar vetëm një fjali. Ajo u kthye. "Zgjimi i mallkimit nesërmen, në fshat ra një heshtje e frikshme. Gratë nuk dolën nga shtëpit, burrat qëndronin në përstola, duke parë drejt lumit. Disa thoshin se Llambi kishte vdekur nga zemra, por të tjerë pohonin se kish parë diçka para se të binte në tokë." Ardiani shkoi te gjyshja. Nina e priti me sy të skuqur. "Ta thash të mos dilje natën e tretë," i tha. "Tani mallkimi është zgjuar. Gjyshja s'ka mallkim, ka krim. Ka ndodhur diçka që është fshehur për dekada. Duhet ta zbulojmë." Por ajo e kapi për dorë dhe i foli me një zë që nuk e kishte dëgjuar kur më parë. "Unë isha aty, Ardian. Atë natë. Dhe po, fshati vrau Elenën. Por nuk e din se ajo s'vdiq me njëherë. Unë isha ajo që e ndihmova, që e nxora nga lumi." Ai u shtang, "Çfarë po thua?" "E mora në shtëpi, e fsheha në bodrum për 3 ditë. Por ajo nuk jetoi. Para se të mbyllte syt, më tha, nëse një ditë dikush i gjakut tënd do të kthehet, ai do ta ndjej pranin time. Dhe vetëm atëherë unë do të prehem." Ardiani u tërhoq pas. Gjaku i tij. Ai ishte pasardhës i Ninës dhe nëse ajo kishte ndihmuar Elenën, atëherë ndoshta nëna e saj ishte kushërira jote. Pyeti ai me zë të ngjirur. Nina uli kokën. "Jo, bir. Elena ishte bija ime." Në atë moment, dritat në shtëpi u shuan për herë të dytë. Dëgjua përsëri aroma e squfurit.
Dhe nga jashtë, lumi nisi të gjëmonte si një bishe gjallë. Një zëfemëror u dëgjua me serës, koha erdhi. Kaluan 3 javë që nga nata e fundit kur Elena u shfaq mbi lumin e Grykbardhës. Fshati, për herë të parë pas shumë vitesh, duke i qetë, zërat e frikës ishin zbehur, fëmijët luanin në rrugë. Dhe njerëzit guxonin të dalin natën pa u kthyer pas shpinës. Por qetësia për Ardianin ishte vetëm në sipërfaqe. Çdo natë që nga ajo ditë, ëndrat e tij ishin të mbushura me ujë, me përshpërima dhe me sytë e gjelbër të një vajze që e thërriste nga thellësia e lumit. Ëndra e parë në ëndrën e parë, ai gjendej në mes të pyllit, i zhveshur nga drita, i vetëm. Nga larg dëgjonte zërin e ninës që e thërriste. Ardian mos e ndiq zërin, bir mos e ndiq. Por ai ecte drejt lumit, ku një figurë e bardhë i zgjaste dorën. Kur ja kapi, toka u hap nën këmbë dhe një rrjedhë zezë u derdh mbi trupin e tij. U zgjua duke gulquar me trupin e lagur nga djersa. Në dy sheme pranë shtratit kishte një gjurmë balte, sikur dikush kishte qëndruar aty, i dal nga ujët ditën tjetër. Gjyshja Nina e pa të lodhur dhe i solli çajbari për ta qetësuar. Ëndrat janë shenja, bir, i tha ajo. Shpirtrat nuk flasin kot. Ëndras janë më shumë se lodhje, ja ktheu ai, por zëri i tij s'kishte bindje. Në fytyrën e tij kishte diçka që s'ishte e tij, një hije e re, e thellë, që nuk e kishte pasur më parë. Heshtja e lumit një pasdite, ndërsa po ecte përgjatë bregut, vuri re se lumi kishte ndryshuar. Uji që diku rrithej i kthjellët, tani duke i turbullt, i dendur, dhe her pas here krijonte fluska që shpërthenin me një zhurmë të ngjashme me frymarrjen e njeriut, në njërin anë, ku ishte gjetur trupi i llambit. Tashmë rritej një bimë e zezë që se kishte parë kur më parë. E preku me dorë dhe ndjeu një therje, gjaku i doli në majtë e gishtit, dhe në atë moment uji përreth nisi të lëkundej sikur kishte ndjer aromën e gjakut. Një zë i butë u dëgjua mes valeve. Ti e qove drejt varrit, tani duhet ta qosh drejt dritës. Ardiani u kthye me vrull. Nuk kishte njeri, vetëm pylli që frymonte si gjallë. Sekretet e agjonit në ditët që pasuan. Ardiani filloi të lexonte librin e priftit që kishte mbetur në shtëpi. Në fund të tij kishte disa faqe që askush si kishte parë më parë të ngjitura, si qëllimisht fshehur. I hapi me kujdes. Në njërin faqe ishte shkruar: Mallkimi nuk vjen nga fjalët, por nga gjaku. Ai që do ta prekte eshtrën e vajzës, do ta mbarte peshën e saj. Sepse gjaku kërkon gjak, e dashuria kërkon mish. Shpirti im nuk do të pushoj në paqe. Nëse ai që vjen pas meje nuk e ringjall dashurinë që u shua në flak. Ardiani ndjeu si t'i ngrinte zemra. Ai kishte prekur eshtrat. Ai kishte marr varsen. Dhe ajo fjali do ta mbarte peshën e saj i trokiti në kokë si një mallkim që po bëhej i tij. Shenjat e trupit pas disa ditësh filluan ndodhi që s'mund t'i shpjegonte. Në qaf, aty ku prekej varsja e Elenës, nisi të shfaqej një shenjë holl, si plag që digjte. Kur dilte jashtë, qente fshatit lenin drejt tij. Kur kalonte pranë lumit, vala ndalej për një çast sikur ta përshëndeste. Një natë, ndërsa shikonte veten në pasqyrë, pa sytë e tij që nuk ishin më kafe, ishin kthyer në të gjelbër, të thellë si sytë e Elenës. Ai hodhi ujë në fytyrë, por pasqyrat e dhomës nisën të dridheshin vetë. Dhe në to për pak sekonda u shfaq fytyra e saj e qetë, por me buzët që lëviznin, sikur donte të thoshte diçka që s'dëgjohej dot. Kur dritat u kthyen, gjithçka ishte sërish normale, por shenja në qafë tani ndriçonte me një dritë të zbehtë në errësirë. Kthimi i fshatarëve fshati filloi të ndryshoj përsëri. Toka që kishte lulëzuar nisi të thahej. Lopët nuk jepnin qumësht. Fëmijët filluan të sëmureshin me ethe që skuroheshin dot. Plesht filluan përsëri të përmendnin mallkimin, këtë herë jo nga frika e së kaluarës, por nga ajo që po ndodhte tani. Një natë një grup burrash erdhën në shtëpinë e Ninës. E kemi parë djalin të ecë natën drejt lumit, tha njëri prej tyre. E kemi parë të flas vetëm. Ai s'është më vetja. Largohuni, bërtiti Nina. Ai është nipi im dhe mallkimi ka mbaruar. Por burrat nuk u bindën, mallkimi është në të tani. Në sytë e tij, në zërin e tij. Ai duhet të largohet nga Grykbardha, përndryshe do na marrë të gjithëve. Ata u larguan, por në sy u lexonte frika e lashtë që askoha nuk e kishte shuar. Vdekja e Ninës një mëngjes, Ardiani e gjeti gjyshen në shtrat me fytyrë të qetë, por me një shenjë të zezë në ballë në formë rrethi. Në dorë mbante varsen e Elenës, në letër pranë saj kishte shkruar: Mallkimi s'mund të shuhet me pendim, por me flijim. Vetëm ai që e ndjen brenda vetes mund ta thyej. Ai e varrosi në kodrën mbi fshat, aty ku dielli linte çdo mëngjes. Por që nga ajo ditë zërat në kokën e tij u bën më të fortë. Eja te unë, Ardian në vendin ku filloi gjithçka, lisi I fundit mesnat, u nis drejt pyllit.
Qielli ishte i errët dhe asnjë zog nuk këndonte. Kur arriti te lisi i vjetër, toka filloi të dridhej nën këmbët e tij. Nga rënjët e lisit filloi të dalë ujë i zi që shkëlqente si vaj. Në mes të rënjëve një siluet u ngrit ngadalë. Ishte Elena, por këtë herë jo si hije, por si trup i gjallë, e preku me dorë fytyrën e tij, dhe ai ndiu një djegje të ëmbël që i përshkoi trupin. Ti më zgjove, Ardian, tha ajo. Dhe tani duhet të më qosh aty ku s'munda të shkoj vetë. Përtej lumit. Përtej lumit. Po, aty ku fillon jeta tjetër. Ku shpirtrat që nuk janë ndarë dot, ribashkohen. Ti je gjaku im. Ti je mishi mallkimit tim. Bashk do ta çojmë deri në fund. Përtej lumit u futën në ujë. Uji ishte i ftohtë, por nuk ndjeu dhimbje. Ai ndjeu vetëm qetësi. Me çdo hap dritat e fshatit mbeteshin pas, derisa gjithçka u mbulua nga mjegulla. Kur arritën në mes të lumit, ajo u kthye dhe e puthi lehtë në ball. Në një tjetër kohë, në një tjetër trup, ne do të jetojmë pa frikë. Pastaj u zhduk në dritë. Ai u zgjua në mëngjes, në breg, me rrobat e lagura, por i gjallë. Në dorë mbante varsen e pastër, pas një shenje, në qafë plagët ishin zhdukur. Por në pasqyrën e ujit, fytyra që u reflektua përballë tij nuk ishte më vetëm e tij, ishte një përzierje e tij dhe Elenës, si dy shpirtra që ndanin të njëjtin trup. Pasojat kur u kthye në fshat, njerëzit e pan me frikë. Ai nuk fliste, nuk hante, nuk flinte. Kalonte ditët pranë lumit, duke shkruar në fletoren e priftit. Në mbrëmje fshati dëgjonte një zë që këndonte nga ana tjetër e ujit, një këngë të vjetër që dikur këndonte Elena. Pas disa muajsh Ardiani u zhduk. Askush nuk e pa të largohej. Vetëm një vajzë e re, që po kalonte urën në një mbrëmje me mjegull, tregoi më vonë se pa një burrë dhe një grua të ecnin dorë për dorë në anën tjetër të lumit, dhe pastaj u tretën në dritë. Pas 10 vjetësh një turist që kishte dëgjuar legjendën e fshatit të mallkuar, erdhi për ta parë nga afër. Në breg të lumit, gjeti një varr të ri me një tabel druri ku shkruhej: Elena dhe Ardian, aty ku gjaku gjem paqe. Dhe poshtë saj lumi rrite i qetë, pa zhurmë, sikur vetë natyra e kishte mbyllur më në fund një plagë shekullore. Sot, Grykbardha është një fshat i heshtur, por i bukur. Njerëzit thonë se mallkimi është zhdukur. Por netëve me shi, kur era fryn nga lindja, disa betohen se dëgjojnë një këngë të butë që vjen nga lumi, zërin e një vajze që këndon me një burr në harmoni të përsosur. Dhe askush nuk guxon të afrohet, sepse besojnë se dashuria e mallkuar nuk kërkon më as gjak, as falje, vetëm kujtim.